Është më e lehtë që dikush të të gjykoj se sa të ta kuptoj shpirtin. Që ta kuptosh një shpirt të lirë, duhet ti në radhë të parë të reflektosh me veten. Duhet në radhë të parë ti të kesh arritur atë nivel lirie shpirtërore që të arrish të kuptosh lirinë e një shpirti tjetër. Duhet ti vetë të kesh arritur të përjetosh atë dhimbje njerëzore në mënyrë që të ndihesh edhe mshuri dhe empati për dhimbjen e një shpirti tjetër. Duhet ti vetë të kesh përjetuar ato shpërthimet emocionale që të kanë rrëzuar në tokë, ankthi, depresioni, mendime negative, frikë, në mënyrë që të dish se si ta suportosh, ta mbështetësh dhe ta kuptosh atë shpërthimin emocional të dikujt tjetër. Kështu jemi ndërtuar në njerëzit. Duhet ta përjetojmë që t'i dim shijen në mënyrë që ta kuptojmë dikë tjetër. Prandaj të lutem, kur mendja të ofroj alternativën e parë ndaj një shpirti tjetër, ndaj një qenie njerëzore tjetër, të ofroj gjykimin si alternativë të parë, ndalo pak sekonda dhe reflekto me veten, sepse çdo njeri për atë veprim që bën e ka një arsye. Dhe në përgjithësi, një shpirt i lirë që të guxoj të jetoj i lirë, ma besoj që ka luftuar shumë me veten dhe nuk ka pasur alternativë tjetër veç se të shpërthej potencialin e tij, sepse një shpirt e shpërthen potencialin e tij kur është në errësirën më të thellë të mendjes.